Opozita po e mban të bllokuar kuvendin. Së pari më lejoni që të falenderoj 57 deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës që më mbështetën që të jem kryetare e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Natyrisht që duhen edhe 4 vota, pra nga të gjithë deputetët e Kuvendit, 61 duhet të jenë për në këtë drejtim, siç e kuptuat, seanca u pezullua. Brenda 48 orëve u thirr seanca e radhës. Kuvendi nuk mund të konstituohet pa u zgjedhur kryetari i Kuvendit dhe të gjithë nënkryetaret e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Ne ishim të gatshëm që të vazhdojmë me procedurat e mëtejme për të zhbllokuar situatën dhe për të konstituuar Kuvendin e Republikës së Kosovës, për të vazhduar me procedura të tjera, mirë po duket që opozita po e mban të bllokuar kuvendin sepse nuk e mbështetën propozimin e vetëvendosjes. Prandaj i përket vetëvendosjes që ta bëj propozimin e radhës, do të jetë emri i njëjtë. Faleminderit.